Prefektja e Qarkut Vlorës Evi Sallushi drejtoi takimin e parë të Task Force-së së turizmit në Sarandë për vitin 2026. Ai theksoi se pavarësisht një sezoni të suksesshëm gjatë vitit 2025, ende mbetet sfida në disa sektor kyç të turizmit që do të duhet të adresohen këtë vit. Mbledhja e ditën e sotme u fokusua dhe në evidentimin e atyre se çfarë kanë qenë problemet e vitit 2025, duke vendosur theksin te këto problematika dhe pas diskutime me të gjithë ata që janë pjesë e kësaj task force që janë drejtues të institucioneve qendrore në nivel lokal, por njëkohësisht edhe me Bashkinë e Sarandës, si një aktor i rëndësishëm në marrjen e masave për menaxhimin e mirë të sezonit 2026, diskutuam të gjithë së bashku dhe evidentuam problematikat, evidentuam arritjet, por njëkohësisht dhe masa të cilat duhen marrë për një menaxhim sa më të mirë të sezonit që presim për këtë vit. Ndoshta mund të duket herët sepse jemi në muajin janar, por absolutisht jo, për faktin sepse Saranda nuk është më një qytet i cili e ka të shtrirë sezonin turistik vetëm në muajt e verës, por është një sezon i cili ka akoma më tepër shtrirje në përgjatë muajve të një viti dhe mund të themi që është dhe një sezon gjithvjetor. Së sotme kishin të bënin me planin e masave në drejtim të menaxhimit të trafikut, i cili është një problem serioz në Bashkinë e Sarandës, njëkohësisht në menaxhimin e mbetjeve urbane, të cilat janë të shumta përgjatë sezonit turistik, por gjithashtu edhe probleme që kishin të bënin me furnizimin me ujë të pishëm të Bashkisë së Sarandës. Gjatë takimit pjesëmarrësit ngritën problematika të ndryshme që intensifikohen me rritjen e numrit të turistëve. Sipas prefektes Sallushi, këto takime do të vijojnë rregullisht me qëllim vendosjen e një standardi shërbimit cilësor ndaj vizitorëve dhe përmirësimin e vazhdueshëm të sektorit të turizmit në Sarandë.